Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në 18 vjetorin e pavarësisë mblodhi qeverinë dhe komentoi pa drejtësi mbajtjen në akt të ish-krerëve të UÇK-s. Sipas tij, kontributi i secilit prej tyre për liri dhe pavarësi është i çmuar dhe historia do të jetë ajo e cila do të bëjë gjykimin e drejtë. Në këtë ditë feste dhe reflektimi, nuk mund të mos kujtojmë se përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sonë sot mbahen padrejtësisht në Hag. Kontributi i secilit prej tyre për lirinë dhe pavarësinë është i çmuar dhe historia do të jetë ajo e cila do ta bëjë gjykimin e drejtë. Urimeve me rastin e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës ju bashkuan dhe krerët më të lartë të shtetit në Shqipëri. Nga foltorja e kuvendit, presidenti Bayram Begaj vlerësoi rëndësinë që ka ky moment, që të mos harrohen rrënjët e këtij shteti dhe të mos harrohen ata që mbahen në mënyrë të padrejtë në akt. Në këtë përvjetor, mendimi ynë shkon tek ata që nuk janë fizikisht mes nesh. Zemrat tona janë me dëshmorët e lirisë aty ku ata prehen. Por sot, mendimi ynë është edhe me ata që po përballen me një betejë të vështirë, të padrejtë dhe vendimtare në Hag. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi shpreu krenarinë dhe respektin për këtë moment historik të kombit shqiptar. Në ceremoninë organizuar nga Ambasada e Kosovës në Tiranë, i vlerësoi se Dita e Pavarësisë është një ditë historike, lirie, digniteti dhe drejtësie që simbolizon sakrificën dhe vendosmërinë për shtet ndërtim të ardhmen euroatlantike. Kryeministri Edi Rama veçorimi shpreu dhe keqardhjen që do të mund të jetë në protestë që do të mbahet në orën 14 në shenjë solidariteti me ish-krerët e UÇK-s, që ndodhen në ditën e 7 të seancave përmbyllëse në Hag. Ndërkohë, Ministria për Ropën dhe Punët e Jashtme Lisa Spiropali kujton se Shqipëria qëndron pranë Kosovës si motër dhe si aleate me përkushtim të plot për sigurinë, zhvillimin dhe të ardhmen tonë europiane. Nga Maqedonia e Veriut uroi presidentja, si vende mike, ne ushqejmë marrëdhënie të mira fqinjësore dhe punojmë drejt përmbushjes së vizionit tonë të përbashkët për integrimin evropian të rajonit. Pres me padurim thellimin dhe forcimin e mëtejshëm të partneritetit tonë në interes të qytetarëve tanë, shkruan mes të tjera Gordana Silenovska Davkova. Sipas asaj, raportet mes dy vendeve mbeten në frym bashkëpunimi me synim avancimin e agjendës europiane dhe forcimin e lidhjeve në dobi të qytetarëve në të dy anët e kufirit. Në emër të Shteteve të Bashkuara të Amerikës uroi sekretari i shtetit Marco Rubio, shkruan se Shtetet e Bashkuara mbeten të palëkundura në mbështetjen e tyre për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës dhe presin me padurim të zgjerojnë lidhjet ekonomike që do të rrisin prosperitetin e të dy kombeve tona. Ashtu Rubio vlerëson dhe mbështetjen e Kosovës për përpjekjet e SBA-s për të përballur me sfidat globale dhe mirëpret, thot ai, udhëheqjen e saj si anëtare themeluese e Bordit të Paqes. Mes të tjerave, urimeve i është bashkuar dhe mbreti i Mbretërisë së Bashkuar, Charles III, presidenti i Republikës Franceze, Emmanuel Macron, presidenti i Republikës Italiane, Sergio Mattarella, Ministria e Jashtme e Izraelit dhe Ambasada Gjermane në Kosovë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.